Pranë klinikës Retina Institut në Korçë, për herë të parë është kryer një operacion i ndërlikuar i syrit, siç është ai i retinës. Nën kujdesin e kirurgut okulist Nikos Dervenis, ky operacion tashmë është i mundur për të gjithë pacientët me probleme të këtij lloji. Sipas doktorit, kjo është një mundësi shumë e mirë që ju ofrohet pacientëve, pasi nuk do të jenë më të detyruar për të udhëtuar drejt qyteteve apo dhe shteteve të tjera, por tashmë e kanë në Korçë. Hello Korça, I am Dr. Nikos Dervenis. Përshëndetje Korça, unë jam doktor Nikos Dervenis, kirurg i retinës me 20 vite eksperiencë. Më në fund, qytetarët e Korçës nuk kanë përse të largohen nga qytetet e tyre për të kryer operacionet e retinës. Ne jemi pranë klinikës Retina Institut dhe ofrojmë një gamë të gjerë shërbimesh për shëndetin e syrit. Këtë javë ne realizuam me sukses 2 operacione të retinës. Falenderoj të gjithë pacientët të cilët na kanë besuar dhe në veçanti pacientët e parë, të cilët na besuan shëndetin e syrit në këtë risi të re. Ju ftojmë të gjithëve që kanë probleme me retinën të mos hezitojnë. Dyert tona janë të hapura për çdo. Nga ana tjetër, pacientët shprehen se operacioni ju ka ecur mirë dhe nuk kanë dhimbje, gjithashtu nuk harrojnë të përmendin dhe mundësinë e ofrimit të këtij shërbimi në Korçë. Jem shumë mirë, gjithashtu operacioni shkoi mirë, tash unë për veten time jam i kënaqur. Kjo është gjë shumë e mirë për pacientët, se largësia ka të bëjë shumë, si për anën ekonomike, edhe për lodhin e pacientit. Nuk kam dhimbje, jam e qetë. Duke menduar që më thanë të vesh Selanik, të vesh këtu, ishin larg. Edhe menduam pastaj ta bënim në Korçë. Jam pranë familjes. Retina Institut është zgjedhja më e mirë për të gjithë ata pacientë të cilët kanë probleme me syt, duke ofruar shërbim cilësor, kushte bashkëkohore dhe mjekët më të specializuar në fushën e okulistikës.